Unë e di se e lusë edhe Benarti me ma qitë foton e satelitit, se sateliti është diçka që e ka shfash vullnetin 100% vullnet, sepse kur je i punësun dikon sa dhe që ki menimin dhe qëndrimin tonë, i ki do kërniza. Se s'mun asun as ti me më huqë ta që ti mund me ka vetja të lejohet dhe dikon, po janë do limite ku të thot mjafë se qëto janë... Qëre, në momentin që ti të punu për dikane, dikush ta e progën ty, e respektoni kërnizni... është naiviteti me menu që ti ki pavarësi ose të qatë anden. Që ajo është dhe më thënë se është kapitalizm i tjeshtë. Unë e vi punoj për ty, ti ma jep mu rogën. E unë bëj qadu. Po, dhe unë s'me bëj qadu, se zakonisht që ti vetën qatë pozitë, nëse ti jep dikun nga rogë. Sak, a donë me lonë me i kikë do kërniza. E qëtu s'ke pos kërniza ty? Jo, sateliti u kam kështu për pikë qefit. Sateliti ka dhez me videot që i kumë bëna për livadhe. Po, unë nuk desha me bëj më gazetari. Unë gati prej 5-6 vitet e funit, unë këtë kohën s'desha me kanë gazetar më. Pse? Po se është shumë e kufizume. Ti si gazetarë dëshmi ka dëzu njerit qa po ndodhë, por nuk ki të drejt me i japë kahje ose me japë në gjirim, se qysh me mora e qatë lajmë. Mu nuk më jaftej këtë qaj. Unë dësha me nesha që është qatë shumë të bërë lajme, sa njerëzit më e kanë hupë sensin dhe qka është lajmë. Qka është lajmë, po. Dhe më dhënë, në ditë sotit i ki dikunja për mediat në Kosovë prodhohen 3500 tituj në ditë. Edhe zakonisht janë temat e njëjta, por gjithashtu njerëzit janë të pa informuar, se ka shumë informata, edhe ti nuk mundesh me procesu. E sateliti është një çaja forma gazetarisë, ku unë jo domosdoshmërisht e kam temën time ta kallëzoj një lajm ty, po lajmi që ti tu i një, unë mundona me ta sqaru ty kush shpeston qatë lajmë, se së du bësh shumë e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme të vish me ditë një lajmë. Ka shumë e rëndësi personi që pestot. A i person, a ka një prepavi, a ka një interes tjetër, pse për të hëtë qatë narracion. Jo, do më zëshmërisht që aje ka keq. Po vish me ka dzu njerëzve që të nësi jetu e ngu salën. Edhe sala për të tëtë për një diçka, do më thënë, nëse është diçka për familje, është mirë me ngu se e ka qëtë emision që sa vjetë, i ka pas qëta njerëz, e din konceptet që ka bëhet. Ama nëse Sara ty të kalëzën për diçka tjetër që me bëti, qëre ku e ka poshtë të marketingun, dije që kjo është për qëta të dhe bëhet. Ta shëto pak u kryu një parë, që me thonë, tensioni mes me dhe mes kolegëve të me. Edhe shumë kolegë të me e mershin si solm ata. Po në fakt s'ka qenë solm? Po, nuk u ka në solm. Po për shumë me Valonin, e këna posë disa herë, kështu. Edhe Valoni e pas bërë disa statuse për një diçka. Po. Edhe ta është që ke ideja që ti ish me shkru e me thanë një diçka, edhe nëse ja huq, mos më nalë me kallëzu. Po. Ta është unë e mora dhe kallëzova që ta. Ta është a e merë këtë që... Si solm, po. Jo, unë e përdu ato me... Që më thonë me sulm mua se me qitë kesh. Po, jo se është ideja se Valoni është shumë i ndjekun. E ta shumë në qatë audiencën e tina, nëse ata janë të ndjeka ato, edhe ati i kanë ndodhë që ajo, unë e du mja sqaru atyne. Dhe më thonë, po, normal, është luft për me kap audienca. Klikime për po. Edhe po, është okej që unë e përdu me edhe me dalë këndër, se unë e menej që na kena nevoj për që dialog me pas me njëni tjetërin. Shumë jena të prekshëm, shumë jena bo, edhe nuk... Shumë rrallë ndodhë me kritikuna njëni tjetërin. A ke vrejt media? Po, edhe nëse jemi në media konkurrente, që janë disa ma teksune, prapë se prapë... Po nëse ka një farë kështu i nati, ose të kritikën dikush me i nati, ta bën dikush me qëllim, por nuk ka kritikë të shëndosh. Që mund pengon shumë. Bile kove të fundit unë e neutralizu komplet, se dikur, edhe si jemi ftu në për media, s'kemi qenë që kash empatik me njëni tjetërin. Jo, të ashtë po më duket në kosh që jena bo ma empatik, por na ka hi pak ma shumë. Shia e klikimeve poshtë ma ëmbël. Edhe ma ka kry. Ma ka baklava na ka shku klikimi. Se ma herë duke mujtë me dalë shtina për emisioni, nuk ka pak ma zërë për ta shtë dhe bo ma shumë televizioni, ma shumë konkurencë. Për shumë ta shumica televizioni kanë program gati live shumicën e kohës. Dhe më të dishme kanë këtë kohën, se deri para 10 vjetëve televizioni u kanë në 10 me në gjesë, veç seriale ka pas reprizë të ditës skalume. Ose marketing që ka qenë... Televizione s'ka reprizë, ama të emisione. Kretë është prodhem, po. Kretë është prodhem. Për shta që ka kryu dhe nevojen, për mos thirë. A nën kupton kjo që sateliti ka me vazhdu, po ti ki me vazhdu me u këthy ka televizioni?
Jo, në televizion nuk është ka më këthin në televizion me një satelit, me një ide të satelitit. Do të jesh stoik me satelitin? Po, edhe pse unë e kom ndalu prej që janë një muj gati nuk kom qitë në i sen këto. Për shkak që jem të bëni një punë të re, me satelit, desha me kriju një farë hapsire që prej qësaj mënyre që shënë e kom fol, e të kjo tjetra, me ka një farë shtu hapsire, pak edhe mjavlon njëzve një farë ideje, mës e ka lanë, se qa po bëhet, që po më shrujnë te për shumë. Po ti se ke lanë. A menon që dush me majtë pak në kontinuitet që mësë let algoritmi bjen? Po, amo edhe let fitot algoritmi. Që ke ideja që me kanë konstante në rritet sociale, unë nuk e bëj për veti. Unë me ne që të nëse ti dush me punu për mu bo karakter ose personazh që njerëzit e din për të shka fol ti ose qysh fol ti. Nëse ti këtë kohën je gjdo ditë dhe me bo ka një lajmë, gjithë ditë me shkru ditë shka, për gjithë sen me folë, ajo është një punë, si kur me thonë, si me shku me punu në bau shtelë, që shqoa gjithë ditë i bënë qëto punë, unë e kam qef ma shumë me pas një farë punë, kështu si arkitekt, që e bënë një farë plani, edhe i bënë zakonisht edhe puna që shte i kumë pas. Kude që kumë punu, e kumë pas 2-3 vjetë, e kumë bënë ditë shka, edhe e kumë lanë. Nuk jam punëtore, pas ka punëtore që a shku të vlasë një jam në Gjermani, ata 24 orë gati po punojnë, po nësë më që në 6 me në 6, asë më që në 20 ditë me po një sen.